Enver Hoxha është një nga emrat që historia e Shqipërisë do ta kujtojë shumë gjatë, edhe pse njerëzit janë të ndarë në dy grupe. Ka nga ato që mendojnë se jeta në kohën e komunizmit ka qenë më e mirë, pasi ka patur rregull dhe siguri, ndërkohë që pjesa tjetër mendon se Shqipëria nuk duhet të mbahej e izoluar. Gjithsesi, në përgjithësi shqiptarët kanë krijuar një ide për udhëheqjen e tyre në bazë të asaj që është shkruar në Shqipëri për të. Por sigurisht, ato që i kanë jetuar ato vite kanë mendimin e tyre për mirë ose për keq në bazë të gjërave që kanë parë e kanë jetuar. Së fundmi është publikuar një artikull në gazetën prestigjioze New York Times, ku janë publikuar detaje sekrete dhe interesante për jetën e Enver Hoxhës. Në artikull thuhet se babai i Enver Hoxhës ishte një tregtar nga jugu i Shqipërisë, ndërkohë djali i tij, Enver Hoxha, e kreu shkollën e mesme në Korçë, tek një shkollë franceze. Pasi mbaroi shkollën e mesme, ai shkoi për të ndjekur studimet e larta në Paris. Artikulli i New York Post shpreh se në Francë Enveri ka qenë gazetar, pasi shkruante artikuj të ndryshëm për një gazetë komuniste franceze. Më pas, ai kthehet në Shqipëri, ku fillon punë si mësues i gjuhës frënge në Korçë. Pas disa kohësh, ai vjen në Tiranë dhe ndryshon plotësisht profesion. Enver Hoxha punonte në një dyqan cigaresh në Tiranë, shprehet artikulli i New York Post. Por ai nuk e la çdo gjë me kaq, sepse gjatë kohës që punonte te ky dyqan, u bë edhe redaktori i gazetës Zëri i Popullit, e më pas arriti të mbledh 70.000 burra që formuan një sit guerile dhe dolën kundër italianëve dhe gjermanëve. Edhe pse figura e Enver Hoxhës për shumë shqiptar ka qenë ajo e udhëheqësit, para kësaj periudhe ai ka bërë punë nga më të ndryshmet dhe shumë të zakonshme, duke mos patur asnjë rol udhëheqës.